Prokuria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka njoftuar akuzën për shpërdorim detyre ndaj ish-kryetarit socialist të Bashkisë Kavaj, Elvis Roshi. Ky i fundit u paraqit këtë të martë në SPAK i shoqëruar nga avokati i tij Andi Skënderi dhe është informuar zyrtarisht mbi vendimin e prokurorit të posaçëm. Në hyrje dhe në largim nuk pranoi të bëj asnjë koment. Kontrolli i lartë i shtetit rreth 10 vite më parë ka kryer një audit në Bashkinë Kavaj, ku zbuluan një sër shkeljesh, kryesisht me procedurat e prokurimit. Nga gjetjet e KLSH-s, Elvis Roshi dhe 10 zyrtarë të tjerë dyshohen se kanë shkaktuar një dëm ekonomik prej 33 milion lekësh përmes tenderave të rikonstruksionit të qendrës së qytetit dhe ndërtimit të disa rrugëve. Sipas të dhënave bëhet fjalë për 12 tendera që kryesisht lidhen me rikonstruksionin e qendrës së qytetit, disa rrugë lidhëse dhe mbjelljen e pemëve dekorative. Në dy raste KLSH akuzoi Bashkinë Kavaj për ndjekje të standardeve të dyfishta në vlerësimin e pjesëmarrësve në tendera, duke skualifikuar operatorin me ofertën më të ulët. Në 3 tendera të tjerë u konstatua se ofertuesi me çmimin më të ulët është skualifikuar padrejtisht si pjesë e llogaritjes së gabuar të ofertës. Fillimisht dosja u mor nga prokuria e Durrësit, por më pas çështja e kaloi prokurisë posaçme. Avokat.